Amaneti në martesë. Besnikëria është një prej elementeve bazë të lumturisë bashkëshortore, ndërsa tradhtia është një prej faktorëve të shkatërimit të martesës. Prej saj rrjedh largimi i begatisë, mungesa e mirësisë së trashëgimtarëve, shkatërimi i shtëpisë dhe përçarja mes fëmijëve. Tradhtia mund të jetë në nder, mund të jetë në përhapjen e sekreteve, mund të jetë në përgjimin e palës tjetër edhe në mënyra të tjera të pabesisë dhe mungesës së amanetit. Nëse nuk përmbushet ndjenja e besnikërisë mes bashkëshortëve, atëherë aleanca me institucionin e martesës përfundon pashmangshmërisht. Kjo ndodh për shkak të pasigurisë në palën tjetër dhe të mosqetësisë nga sjellja e palës tjetër. Prej shenjave të mirëbesimit mes bashkëshortëve është që çdo njeri prej tyre t'i transmetojë shqetësimet e tij palës tjetër, të flasë për synimet dhe ëndrat e tij, që her pas here t'i tregojnë njëri tjetrit se ka nevojë për palën tjetër dhe se ajo palë falënderon Allahun e Madhërisëm që i bashkoi ata në marrëdhënie bashkëshortore. Kjo është prej sigurisë dhe besueshmërisë në fjalë, mbrojtja e ndërsjellët që bashkëshortët i bëjnë pasurisë, emrit, reputacionit, punës dhe personalitetit e njëri tjetrit, shton ndjenjën e qetësisë dhe përmbush sigurinë dhe prehjen tek njëri tjetri. Ndoshta nevoja që ka gruaja për prehje dhe qetësi është më e madhe se e burrit. Prandaj ne i themi bashkëshortit që ji drejt për drejt me të dhe tregoj asaj për nevojën dhe dashurinë që ushqen për të. Aisha, radiallahu anha, kërkonte të sigurohej dhe të qetësohej për pozitën që ajo kishte tek profeti alayhis salam, prandaj e pyeste se si ishte lidhja mes tyre dhe i dërguari Allahut e qetësonte duke i thënë se ishte si nyja e lidhur fort. Dije se kur gruaja humbet ndjenjën e prehjes dhe të besimit, zgjedhja e saj e vetme është të shmangë ndjenjën e dashurisë dhe t'i mpijë ato ndjenja nëpërmjet sjelljeve kronike, si lënia e ushqimit, lënia pasdore e punës, ndoshta edhe lënia pasdore dhe edukimit të fëmijëve dhe pastrimit. Por edhe me këto sjellje, ajo bie në pusinë e ndjenjave të zhgënjimit, demoralizimit, të cilat mund të mundet i kontrollojë me lehtësi. Në një jetë bashkëshortore, duhet që ndjenja e besimit të jetë detyrimisht prezente tek të dyja palët, në mënyrë që t'ia dalin të jetojnë të lumtur, pasi prej gjërave më esenciale të jetës bashkëshortore është që ajo të mos jetë ndërtuar mbi dyshime dhe nuk mund të vazhdojë një jetë me dyshime. Besimi patjetër që të jetë reciprok dhe absolut. Para çdo grimcë dyshimi shkatërrohet edhe çdo grimcë dashurie dhe lidhja fillon të ngjisë shkallat e rënimit. Shumë nuk arrin të kuptojnë të vërtetë të rrezikshme, edhe piramida mund të rënohet gradualisht. Rënohet një grimcë, pastaj e pason një tjetër dhe kështu mund të zbardhet një ditë dhe të mos ketë mbetur më gjurmë prej saj. Kështu i humbet i dashuri i zemrës dhe rënohet martesa. Ndoshta një bashkëshorte gabimtare mund të mendojë se me ngjallje të ndjenjave të dyshimit tek bashkëshorti i saj, do të ngjallë edhe ndjenjat e dëmshurisë tek ai, edhe ai do të jetë edhe më i dhënë pas saj, mbasi do t'ia di vlerën që ajo ka. Këtë lojë mund ta luajë edhe bashkëshorti edhe gruaja të shfaqë ndjenjën e xhelozisë, të interesimit të saj për bashkëshortin dhe që të dy të flenë në shtratin prej gjëmbave, jetojnë në tokën prej zjarri dhe thitin ajrin e helmuar. Besimi tek shoku i jetës ka forma të ndryshme, siç është besimi në aftësitë e tij, në qëndrimet dhe vendimet e tij, në reagimet dhe fjalët e tij. Ruajtja e nderit të çiftit është amanet dhe me nder, këtu kam parasysh pastërtinë nga imoraliteti. Me ruajtjen e nderit të saj, bashkëshortja e ka nderuar burrin e saj. Ruajtja e nderit të saj është detyrë për të, dhe nëse nuk do të ishte bashkëshorte, por pas martesës është edhe më e detyrueshme, sepse para martesës ajo ruan të drejtën e Allahut në nderin e saj dhe pas martesës ruan përveç të drejtës së Allahut edhe të drejtën e bashkëshortit. Prandaj le ta vlerësoj gruaja këtë përgjegjësi. Ruajtja e nderit bëhet në dy mënyra. E para, largimi nga imoraliteti dhe e dyta, largimi nga veprat që të çojnë drejt tij, që ngjallin dyshime rreth tij. Islami është feja e natyrës së pastër dhe të paqët. Ai ka urdhëruar për ruajtjen e nderit dhe ka vendosur ligje që e përmbushin atë. Amaneti për ruajtjen e nderit shfaqet në konsiderimin e ruajtjes së nderit prej virtyteve të besimtarëve. Allahu thotë në Kur'an: "Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit, ata të cilët i shmangen të kotës, fjala punë, dhe ata të cilët rregullisht e japin zakatin, dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vet, sa i përket jetës intime." Surja Muminun 1:5. Allahu ka premtuar falje atyre që ruajnë nderin e tyre. Nuk ka dyshim se për muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, adhuruesit dhe adhurueset, të sinqertit dhe të sinqertat, durimtarët dhe durimtaret,
të përvojturit dhe të përvojturat, sadakadhënësit dhe sadakadhënëset, agjëruesit dhe agjërueset, ruajtësit e nderit dhe ruajtëset e nderit, shumë përmendësit e Allahut dhe shumë përmendëset e Allahut. Allahu ka përgatitur falje mëkatesh dhe shpërblim të madh. Surja Zab 35. Ruajtjen e nderit, Allahu e ka bërë prej cilësive të gruas së mirë. Burrat janë përgjegjës për gratë, nga se Allahu ka graduar disa mbi disa të tjerët dhe nga se ata kanë shpenzuar nga pasuria e tyre. Prandaj, me atë që Allahu i bëri të ruajtura, gratë e mira janë respektuese, janë besnike ndaj të fshehtës. Surja Nisa 34. I dërguari Allahut ka thënë: kur gruaja fal të pestat e saj, namazet, agjeron muajin e saj, ruan nderin e saj, edhe i bindet burrit të saj, i thuhet hyrë në xhenet, nga cila derë të dëshirosh. E njëjta gjë vlen edhe për burrat. Në hadithin e 7 personave që do të qëndrojnë në hijen e frontit të Allahut të Madhërisëm ditën e gjykimit, ku nuk do të ketë hije tjetër përveç saj, prej tyre është edhe një burr, të cilin një grua me pozitë dhe e bukur e fton në imoralitet, dhe ai përgjigjet se i friksohet Allahut. Mbrojtjen e nderit, ligjvënësi e ka bërë të detyrueshme dhe personin që vdes në mbrojtje të nderit të vet, Allahu e ka konsideruar dëshmor apo shahid. Në një hadith thuhet: kush vdes në mbrojtje të pasurisë së tij, është dëshmor. Kush vdes në mbrojtje të gjakut të tij, është dëshmor. Kush vdes në mbrojtje të fesë së tij, është dëshmor. Kush vdes në mbrojtje të familjes së tij, është dëshmor. Islami ka vendosur disa rregulla mbrojtëse të përbashkëta për burrin dhe gruan, siç janë ulja e shikimit, mbulimi i pjesëve të turpshme, shmangja e veçimit me një të huaje të tjerë, ose rregulla të posaçme siç janë për gruan, për shembull, përparësia e qëndrimit të saj në shtëpi, mos ngritja e zërit, mos lejimi një të huaj për të hyrë në shtëpinë e bashkëshortit, mos udhëtimi i gjatë vetëm dhe largimi nga çdo gjë që u tërheq vëmendjet të tjerëve, shmangja e uljeve në vende ku ka shumë njerëz. Islami ja ka ndaluar gruas që t'i përshkruajnë në detaje bashkëshortit të saj bukuritë e një gruaje tjetër, çka mund të nxjisë joshje. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: kur një grua shikon një grua tjetër, të mos ja përshkruaj bashkëshortit të saj, sikur ai të jetë duke e parë atë. Gjithashtu, Islami e ka obliguar edhe burrin të ulë shikimin e tij, të mos prek me dorë një grua të huaj, ose t'i dalë asaj përpara dhe të mos veçohet me ta. Edhe pas vdekjes, ruajtja e nderit të bashkëshortit nuk mbaron me vdekjen e tij, por zgjat edhe pas vdekjes së tij. Kjo shfaqet me periudhën e zis që mban gruaja për bashkëshortin e saj, duke qëndruar në shtëpinë e tij, duke mos dalë prej saj dhe duke shmangur zbukurimet në trupin e saj. Profeti alayhis salam ka thënë: nuk i lejohet një gruaje që beson në Allahun dhe botën tjetër të mbajë zi më shumë se 3 ditë, përveçse për burrin e saj, për të cilin ajo mban zi 4 muaj e 10 ditë.